banorë dhe qytetarë të Durrësit që kanë ardhur përpara kryeministrisë me kërkesat e tyre. Në fakt, kolegja Elitina Doko bëri një pasqyrë të qartë të gjithë problematikës se çfarë po ndodh aktualisht në Durrës me 10 familje tashmë të prekura nga ky projekt dhe vlerësimin e banesave të tyre të cilët nuk e kanë pranuar dhe pikërisht përpara kryeministrisë një pjesë e tyre familjeve ka ardhur për të dhënë fjalën e tyre, kundërshtinë e tyre me pankarta dhe me projektet e tyre në duar sa i përket gjithë kundërshtimeve që kanë pasur rreth këtij projekti. E mbajtur diskutime të ndryshme, por doja të ndaleshim edhe tek le të themi pyetjet konkrete për sa i përket banorëve të zonës se si janë prekur dhe si është bërë pjesa e vlerësimit të shtëpisë së tyre. Zonjë, çfarë prone dispononi dhe si është bërë pjesa e vlerësimit? Unë kam një shtëpi në qendër, jo te krahu arkeologjik, jam më këtu ke Epidami. Nga kamera? Po. Jeni diku këtu? Jam këtu. Edhe shtëpia ime shembet në vit të parë të bulevardit këtu, edhe bëhen 2 stola. Dhe me thënë, shtëpia ime prishet thjesht për 2 stola me kaldram. Ju çfarë ambienti keni, si sipërfaqe dhe sa është vlerësuar? Unë kam truall 64 metra katror, e kam në qendër të Durrësit, kam dhe biznesin. 53 metra e kam ndërtim. Tani Durrësi i ka pas lulishet, tani kthehen këto me këtë VKM-n që kanë vulosur, që këtu vjen Amerikani në Shqipëri. A mund të bëj Amerikani në Shqipëri të shëmbi shtëpiat si shëm kene? Se kjo është ADF-i amerikane. Ju jeni kundra sa i përket shpronësimit, sepse kompania jam kundra projektit. Shpronësimit se fare me goju. Sepse lulishe Durrësi i kishte, Vajgjush Daku i kishte, i betonizovi edhe kjo i betonizovi. Tash me heqin mua dhe gjithë dursakët për lulishta. A e kuptoni sa e mbrapsht është, unë jam kundra projektit. Të vi kryeministri ta shohi edhe një herë se ka bë gafën më të madhe në botë. Falenderoj shumë. Përshëndetje. Ju zonjë, çfarë keni? Çfarë banese keni aktualisht si sipërfaqe? Unë jam një nga banorët ku ka dalë VKM e parë. Çfarë viti? Rreth 2021. 2021. Por ne kemi kërkuar, nuk kemi rënë dakord me vlerën e kompenzimit. Sa ka qenë vlera afërsisht? Janë vlerat individuale, nuk janë absolutisht shumë larg çmimeve reale të tregut të imobiliarëve në Durrës. Ne, kur është bërë shpronësimi, është bërë një plan vendor për menaxhimin integruar të zonës A, zonës arkeologjike, që është projekti i tij. Në mënyrë absolute asnjë nga ato pikat që parashikonte plani menaxhimit të integruar trafikut, asnjë pik nuk është korrekte. Janë shkruar shumë mirë në anën e shkrimit, por nuk zbatohet asnjë nga ato pika. Kuadri politikave të kërkohet vetëm shpronësimi apo edhe rishikimi i projektit, siç tha dhe zonja Pankopara. Ne kërkojmë të pezullohet projekti.